Hajde, Andrea. Si mund të shtë Andrea këtu? Andrea. A u futa ma? Bravo. Bravo. Ja pra të dashur miq, se janë disa gjëra shoqënore që duhet i bësh në orën 11 të darkës, në 11 të darkës pasi mbaron premiera. Neve kujtohemi që kemi gjyqin e shokut ton Andreas dhe vetëm për këtë arsye, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, respektet të gjithëve juve që na respektoni edhe na mbështesni. Edhe pse e mbyllëm sot ditën me podcaste, nuk duhet harruar dhe duhet ta shpërndani patjetërsimisht sot live-in edhe ta ruani. Jo për efekt marketingu, jo për të ndihmuar mua, falenderoj gjithë juve që na ndihmoni, po jo për mua kësaj radhe, po për Andrean. Unë e kam shpërndar te disa portale dhe disa miq të mi, shumë dasha mirë që ta mbajnë, një ndër ta ishte edhe hashtagu, respektet shumë atë hashtagut, sepse Andrea nesër ka gjyqin. Andrea na e shpjego pak në lidhje me çfarë ke gjyqin nesër me këto anti-Soros. Në muajin nëntor të 2025-s unë publikova rrogat, siç e din gjithë, rrogat e mercenarëve të Soros të agjendës LGBT. Edhe me njëherë pas publikimit të atyre rrogave, kallëzohen penalisht me dy çështje, ku çështja që është në gjykim është me Mirela Arqimandritin dhe Ines Leskajn, që janë të dyja drejtuese të organizatave Rrjeti i Fuqizimit Gruas dhe Aleanca Gjinore për Zhvillim. Këto të dyja më kanë kallëzuar për dy vepra penale. E para është shpifje dhe e dyta është ndryrje pa drejtë në jetën private. Unë në asnjë moment nuk kam shpifur për të sqaruar akuzën e parë. Akuza e parë rrëzohet poshtë për faktin sepse këto organizata financohen nga Soros dhe janë që në 2002 si spin-off i Sorosit që janë krijuar nga fondacioni Soros. Andrea, gjë pak shpene se këtu i dim në vlla. Po. Se je para gjyqit nesër dhe prap je duke dhënë mendime mbi palën kundërshtare. Po. Nuk duhet fare vlla. Këtu i dim të gjithë ta gjykojmë. Problemi është ty ton ke shpifur. Pse rrëzohet shpifja vlla? Sepse unë kam prova dhe fakte konkrete që këto financohen nga Soros. Dhe i ke të renditur avokati i ka domethënë. Po, i kemi dy. Akuza e dytë është për ndryrje pa drejtë. Shpërndarje të dhënave, po unë nuk kam shpërndar të dhëna private. Kam shpërndar të dhëna që janë bërë publike që në 2022 me databazën e rrogave. Dhe këto janë të dhëna publike që gjenden gjithmonë. Pra ti ke shpërndar një gjë që është shpërndar në mënyrë totalisht jashtëligjshme, publikisht. Po. Po është shpërndar vetë nga shteti, se gjithë e dim që të dhënat e rrogave janë shpërndar nga shteti. Dhe për të futur në temë, gjyqtar më ka rënë Gentian Njaholli. Ky person është që në 2017 dhe kam këtu materialin, është i financuar është si ekspert i rastësishëm në thonjza, si ekspert i Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Dhe gjithë e dim, ose më saktë ata që janë fushës që merren me çështjen e Sorosit, donator kryesor të Komitetit Shqiptar të Helsinkit është fondacioni Soros. Dhe këtu është e para njërë shkelje e hapur
interesit, sepse një gjyqtar i Sorosit do vit gjykoj çështjen time që kanë paditur dy njerëz të Sorosit që paguan dhe financohen nga Soros. Unë kam në 12 shkurt të këtij viti kam çuar një kërkesë për përjashtim të këtij gjyqtari nga çështja ime. Dhe personi që ka gjykuar është Sokol Shehu, që është po prap gjyqtar. Dhe 3 pretendime kryesore që këta kanë paraqitur është pretendimi i parë është që personi nuk ka lidhje me financiare me Mirela Qimandrin dhe Ines Leskajn. Unë se kam thënë kur këtë, unë kam thënë që personi është i Sorosit dhe ky person ka këtë lidhje me Sorosin nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe kjo organizat financohet nga Soros, që po prap Sorosi financon këto dy shoqata që unë i kam publikuar të dhënat e tyre. Këta thonë që Gentian Jaholli nuk ka lidhje direkte me Sorosin. Unë s'kam thënë që Gentian Jaholli është direkt. Andrea, shumë e sakt vlla, kjo që tu ti po. A ke ti prova të cilat mbrojnë këto argumentet e tua? Ka që thjesht është. Dy provat kryesore i kam këtu që ju a tregova. Shumë bukur pra, rri qet vlla. Rri qet, kjo gjë është bo publike. Ata thjesht duhet të mbajnë drejtësi vlla. Domethënë drejtësia është në anën tënde. Drejtësia është ka që thjesht. Drejtësia është në anën time, po gjyqtari që është i çështjes nuk është në anën time. Sepse është i fondacionit Soros. Është i Komitetit Shqiptar të Helsinkit që financon. Nuk më ha mendje që ai gjyqtari vlla do rrezikoj karrierën e vet për një çështje si e jotja. Nuk më ha mendja, kupton? Prandaj them që e ke drejtësinë në anën tënde vlla. Unë në çdo rast i kam bërë publike para se ty në live i bëra gjithë faktet dhe provat publike në profilin tim. Mund ty çdo kush që t'i shohë që ky është personi i Sorosit dhe Gentian Jaholli duhet të jap dorëheqjen nga çështja, duhet të tërhiqet nga çështja dhe kjo çështje duhet të jetë sipas ligjit, duhet gjykohet sipas ligjit, duhet të jetë në kushtet e paanshmërisë dhe jashtë konfliktit të interesit. Por hajde bëjmë pak përsëritje logjike. Po. Ti ke nxjerr disa rroga vlla, që i kemi parë gjithë. Ti pate guximi me i nxjerr. Ne morëm në forma të ndryshme. Të gjithë i kishim ato, a kupton? Po. Kjo gjëja mund të cilësohet si kundra ligjore, a kupton? Nuk është gjë e ligjshme që ta bësh. Burimi i marrjes tënde, i publikimit tënd është po prap i palishëm o vlla, sepse ka rënë shteti aty. Të janë publikuar të dhëna sensitive. Po të dënohesh ti vlla, duhet dënohet a priori dhe edhe gjithë çka ka pasur lidhje me qeverinë aty që janë marrë me ato lëgjonash. Gjithë personat e përfshirë. Gjithë personat e përfshirë. Prandaj është një gjë që ti e ke të mbrojtshme shumë të lehta, kupton? Thjesht është angaria vlla dhe kjo presioni psikologjik orvatja në për salla gjyqesh. Unë di të them diçka, unë jam nanën e drejtë dhe me të vërtetën. Unë do luftoj mafjen Soros në çdo lloj mënyresh dhe këta do më luftojnë mua mbrapsht. Unë për ta mbyllur këtë çështje, unë nuk kërkoj mëshirën e njerëzve. Unë kërkoj që njerëzit ta kuptojnë që kjo që po më bëhet mua do t'u bëhet dhe atyre nesër pas nesër në një mënyrë apo tjetrën dhe kjo që unë kam bërë është e vlefshme sepse prindrit po e shohin edhe sipas ngjarjes që ka ndodhur 2-3 ditë përpara që në shkollë shtetërore në Korç është shpërndar një poster, është vënë një poster në shkollën shtetërore në Korç për nga shoqatat LGBT dhe është vënë me aprovimin e drejtoresës së shkollës, që është po prap person që paguhet nga taksat e qytetarëve. Dhe
këta Po sikur qytetarët, o vlla, po sikur qytetarët janë dakord me ato flamuret LGBT, ç'ai bie më di? Për fat keq e kemi parë dhe nga reagimet deri në muajin nëntor që u miratuar ligji, e kemi parë në një mënyrë apo tjetrën që njerëzit kanë rënë dakord. Edhe kjo është tragjedi që ka ndodhur në Shqipëri, sepse njerëzit u kanë vdekur nervi i reagimit dhe nuk shohin më as fëmijën e tyre nuk e kanë më prioritet. Kanë vetëm prioritet të punojnë në një administratë shtetërore apo të jenë rrogtar dhe të shohin interes. Edhe duhet ta mbash ti përgjegjësinë penale vlla, për gjithë të revoltën që duhet të ishte të gjithëve, del ti bëhesh hero. Këtë po thuaj. Për fat keq. Sepse këta unë prisja këto 2-3 ditë që prindrit në Korçë të reagonin, të shkonin te shkolla, të hiqnin posterin, të kërkonin llogari drejtoresës shkollës, të kërkonin llogari mësuesve, të kërkonin llogari Ministrisë së Arsimit dhe Ramës. Pse ka ndodhur kjo gjë dhe kjo gjë nuk duhet të ndodhte. Nëse prindërit do ngriheshin që atëherë që të ndalonin Ramën në çmendurinë e vet. Kjo është fatkeqësi që ka ndodhur në Shqipëri, sepse fëmijët janë targeti i tyre dhe unë kam thënë që fëmijët janë vija e kuqe. Dhe fëmijët fëmijëve u rrezikohet armja sepse këta po fillojnë tash avash duke vënë këto postera, duke vendosur lloj-lloj simbolikash nëpër shkolla, nëpër kopshte, nëpër çerdhe, dhe mos çuditemi që në kurrikula do jenë edhe gjërat për identitetin gjinor që mund të jenë në vitin tjetër. Edhe këta e kanë filluar. Unë kam edhe dokumenta që deri në 2027 këta duhet mbarojnë bazën ligjore për implementimin e agjendës LGBT në Shqipëri. Edhe si e shpjegon ti Andrea këtë, përpos faktit që është vrarë nerve? Pse ka ardhur vrasja e nerve do vlla? Si e shpjegon faktin që ka ardhur vrasja e nerve, sepse neve bëjmë kështu valla, bëjmë si shoqëri patriarkale, bëjmë si shoqëri me norma, bëjmë si shoqëri tradicionale. Unë nuk po them, e kupton se njerëzit na keq kuptojnë, nuk po themi për lirinë e zgjedhjes o vlla, se ne jemi pro lirisë zgjedhjes, zgjidhi bëu çat thjesht, dore bëu Superman, bëu Batman. Unë e kam me agjendën, nuk e kam me komunitetin. Pikërisht pra, unë e kam me lojën vlla, pse duhet përfitojnë disa në kurrizë të disave vlla për të vendosur agjendat e tyre, përfitimet e tyre. Sepse janë mercenar të paguar nga Sorosi dhe vdekja e nervit ka ndodhur për shumë gjëra, po një nga gjërat është që këtu ka humbur shpresa në vend, edhe njerëzit vend që të marrin edhe t'i tregojnë vendin Ramës, pa hyrë në thirrje për dhunë sepse jam edhe në polici për këto gjëra, po në vend që të reagojnë kundër Ramës, bëjnë valixhen gati edhe tiken. Po Andrea, pyesim për ty këtu, me çfarë merresh ti Andrea? A kupton? Thjesht video kishte bën një pyetje, nuk është djalë që të pyet me negativitet se duke përllogaritur edhe komentet e tjera që ka bëu vlla, nuk e ka personale, domethënë me çfarë merres se mbasa nuk njeh. Unë jam aktivist prej 6 vitesh, kam hyrë në vitin e 7, edhe nga betejat që kam bërë është kundër vaksinimit me detyrim të fëmijëve të shqiptarëve që u arrit si betejë e fituar. Kam bërë reagime, një nga këto është edhe për agjendën LGBT, kam bërë protesta, kam protestuar në qindra protesta në këto 6-7 vite. Kam qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të avokatit Altin Goxhaj. Jam në një anë edhe gazetar, kam punuar në disa portale, pa i përmendur, dhe merrem me ato që është më e drejtë për shoqërinë shqiptare, që të qëndrosh në anën e drejtë dhe me të vërtetën. Kjo është... Andrea dashur miq, është
në një lloj forme është një nga idealistët e fundit që mund të ketë shoqëria shqiptare, është nga ata idealistët romantik. Domethënë 100% e kauza. Me mua nuk bie dakord, Andrea di pse nuk bie dakord me mua, po neve jemi pro zgjedhje së lirë. Po Andrea, ç'a pret nga ky gjyqi nesër vëlla? Unë pres që në realitet do ndodhe që gjyqtari nuk do tërhiqet. Edhe gjyqtari ka fokusin e qartë pse është zgjedhur. Do kërkojnë që unë të pajtohem edhe deri diku unë të fshi postimet edhe reagimet që kanë bërë kundër këtyre. Do kërkojnë që unë të përgënjeshtroj atë që unë kam bërë, edhe të mos reagoj më kundër këtyre, por unë nuk do të tërhiqem. Ajo që do ndodhi nesër do jetë në vazhdim të targetit që këta kanë kundër meje, që mafia Soros ka kundër meje, sepse unë nuk e kam me Mirelën apo Inesin personalisht. Mafia Soros qëndron pas kësaj goditje që ka ndodhur ndaj meje. Unë nuk ka ndodhur asnjë goditje nga Mirela apo Inesi ndaj meje. Dhe këta do vazhdojnë në maskaradën e këtyre që kanë zgjedhur të bëjnë kundër meje. Po unë do vazhdoj betejën time. Ç'është gjëja më e keqe? Ç'është gjëja më e keqe? Cila është gjëja më e keqe që mund të ndodhi nesër, Andrea? Marrë skenarin më të keq. Që ta kuptojnë njerëzit me çfarë mund të përballen vetë nesër, o vëlla, se kështu ka vajtur sistemi. Edhe unë një lloj si puna jote e mendoj burgun çdo ditë, vëlla. Edhe një ditë mund të quajmë edhe në bazë të retorikës së egër ndaj sistemit, mund të më gjejnë pretenca ose indicie për më shpallur për shpifja apo për të më futur në burga, për gjuhë rrethja, ku ta di unë se çfarë bëjnë këta. Gjën e parë që këta kërkojnë e thash. Gjën e dytë është burgim ndaj meje. Burg. Në raste më të keq, në raste më të mirë. Ç'a mund të kesh boti o Andrea që të marrësh burg o vëlla? Domethënë të marrësh të vendosësh burg ty o vëlla, nuk e di se ç'a katili duhet të jesh. Me të vendosur në burg. Po unë kam bërë atë që është me drejtën. Po këta janë në anën e kundërt të historisë, që do të gjykoj historia. Këta kërkojnë nga unë në çdo seancë që unë të fshi postimet, përgënjeshtroj ato dhe të mos të godas më mafien Soros. Gjën e dytë që kërkojnë është gjoba. Gjoba është sipas ligjit është deri në 30 milion lek të vjetra. Gjëja e tretë, në rastin deri në 30 milion lek. Me të marrë ty 30 milion lek, e pse me të marrë ty 30 milion lek, vëlla, se paguajnë nga Sorosi. Paguajnë nga Sorosi këta, mraf pika, lodhen shumë. Gjën e tretë kërkojnë burgun. Burgu sipas ligjit për 2 vepra penale që këto më kanë akuzuar është deri në 3 vite burg. Deri në 3 vite burg. Qa jeti vëlla, qa agjenture ambulanti, Andrea? Tani tregot vërtetën që më merr 3 vjet. Nuk e di çfarë mendojnë ato për çfarë agjenture. Çfarë agjenture mbaron? Nuk dhe për çfarë agjenture, për cilën agjentur punon Andrea tash? Tregot vërtetën djalë. Tregojt vërtetën djalë tani t'ja u tregojnë publikut. Shpërndajeni këtë live më se kemi një djalë nesër që do shkojnë gjykat. Edhe juve dini që si është gjendja e gjykatave Shqipërisë. Nuk është një djalë që vjen në bir manjati që ka shumë lek babi Andreas, Andrea është kështu aventurier aeroplan pa bisht. Andrea punon i shkreti, sakrifikon nxjerrë jetesën e vet, flet për mua dhe për ty, për gjithë neve, për gjona që ne i mendojmë. Dhe nesër përballet sepse e shohin sigurisht i dobët. Domethënë duan ta dorëzojnë. Ti thon të kërko falje dhe tani. T'ja presin veshin. Edhe Andrea bën publikisht. I thot jo. Nuk ndodh. Dhe rrezikon djalit deri në 3 vjet burg. Domethënë Andrea ç'a agenti është pyetje tani. Çfarë agenti është Andrea? 3 vjet burg. Janë vjetur 200 milion euro tender.
Shpërdorim detyre 6 muaj, a kuptoni ç'a ndodh? Shpërdorim detyre 6 muaj. Edhe unë shoh që këta më kanë targetuar dhe unë nuk do bëj asnjë hap pas, asnjë milimetër pas. Sepse unë di të them diçka. Të tërhiqesh është një farë mungesë fytyre ndaj asaj që ti ke thënë publikisht. Të mos tërhiqesh është virtyt dhe është diçka që ti e ke si cilësi të karakterit tënd. Dhe unë nuk kam për të tërhequr derisa kjo çështje të shkojë deri në instancat më të larta, edhe nëse këta me anë të këtij gjyqtari vendosin që unë të dënohem. Mund ta hap burgun. Ndoshta partia jote të do në burg, Andrea. Ndoshta na duhesh në burg, vlla. Na duhet një kauzë, Andrea. Mund të futesh në burg lirisht. Na ke neve. Mos u mërzit, vlla. Rria aty do të kemi PlayStation gjitha. Mund të njohësh në një botë të madhe aty, mrena na krijon njohje. Instancish partia vendosi për avokatin për të dënuar gjatë fushatës, mund të vendosni edhe për mua. Andrea, mos u mërzit, vlla, na ke nga pas. Bëj shaka, largo zot burgut. Largo zot burgut, Andrea. Po ideja është tu, vlla, që duhet të faktosh nesër dhe përpiqet që ta marrësh fjalën, vlla. Që dhe të shpjegohesh. Gjithmonë në konsulencë me avokatin, a kupton? Me avokatin do jem nesër në seancë. Gjithmonë në konsulencë, vlla, se ndonjëherë emocionet e tepërta. Unë kam një veçori që përballë gjykatës, edhe kur jam arrestuar për protestat ndryshme që ka shkuar çështja në gjykim, kam qëndruar gjithmonë i qetë. Unë e di limitet e mia dhe ato mund të hedhin provokime, edhe siç kanë hedhur jo në rrjetet sociale, jo duke thënë lart e poshtë fjalë, por ato nuk më provokojnë mua, sepse ata janë të provokuar nga unë, edhe janë të sfiduar nga unë. Në momentin që unë nuk do flisja të vërtetën dhe nuk do veproja ashtu siç kanë vepruar, nuk do vepronin në atë mënyrë dhe do përgënjeshtronin çdo akuzë që unë kam bërë. Kanë zgjedhur formën e presionit nëpërmjet gjyqeve, po gjyqi për mua është një medalje nderi, sepse nuk është diçka që unë kam si intimidim, po është medalje nderi që unë kam aty në mur dhe e tregoj gjithmonë që unë jam në luftë me mafjen Soros për fëmijët e shqiptarëve, pavarësisht se shqiptarët janë vetë dorëzuar. Pikërisht, vëlla, domethënë ti je në luftë me mafjen Soros, vëlla, për fëmijët e shqiptarëve, kur shqiptarëve nuk po i ha fare, vëlla, për fëmijët e vetëm. Është tragjedi. Nuk kam çfarë them, sepse nuk mund të vë epitete ndaj popullit, po ky është fakti që janë vetë dorëzuar nga lloj duke vendosur lloj mënyrash të bëjnë një kryesorja është largimit, pjesa tjetër rrogtar në administratë dhe s'kan zë ose s'kan guxim të ngrejnë zërin e tyre. Kjo është tragjedi që ka ndodhur në këto 13 vite. Vlla, në qoftë se nuk shërben dhe kjo, si ndërgjegjësim, nuk duhet të di, domethënë nuk e di, vlla, nuk e di se ç'a duhet ndodhi këtu. Që të ndërgjegjësojnë njerëzit, valla, nuk për Zotin e madh nuk e kuptoj. Edhe kjo është revolta më e madhe imja. Unë shoh. Ja, kuptone, po sakrifikojnë, okay, po e thua ti që po e bëjmë për fëmijët e shqiptarëve, më the tash. Në fund ditës po e bëjmë se marrim kënaqësi nga kjo gjëja, vëlla.
Unë, ti, tjerë si ne marrim kënaqësi o vlla. Ndjem krenaro me veten time. Një tjetër mund të mendoj që është idiot. Ky është debil tota, kupton se me çfarë merr nuk marr vesh domos. Ikë vlla bëj lek. Një tjetër thotë ecë vlla krijo familja. Një tjetër mendjen e vet, kupton, një tjetër, kështu vetë kjo punë vlla, po i dëgjove të gjithë, nuk e kot bështuat. Problemi është po na lën fuqitë o Andrea, po na lën fuqitë edhe sa herë procedurë o vlla penalisht. Vetëm për këtë çështje që kam nxjerr rrogat edhe Xheni Karajt, edhe të Mirelës së Inesit. Çështja e parë është referuar në prokurori edhe pres që prokurorin që nuk e di kush është, të kaloj çështjen në gjykim. O vlla sa herë më? 2 herë për këtë çështje. 2 herë për këtë, po herë tjera për protesta? Për çështje protestash edhe kundër Ramës jam deri tani në një çështje që nuk është mbyllur akoma dhe jam në monitorim nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë. Pse se flas kundër Ramës në postime. Bashkë me të kaluarën janë dhe bashkë me këto janë deri diku 5 çështje. 5 çështje plus 2 7 herë i proceduar. Edhe sa do mbash ti o vlla? Sa të kanë fuqi. Sa të kesh fuqi. E po mirë. Mirë. Un cavallo de lavoro. Bravo Andrea. Bravo. #free Andrea. Free është Andrea. Vote Andrea. E ke menduar kandidimin Andrea, meqense u bë kështu si intervistashi. Të do ta hedhësh reels të gjithën, okay? Po. Kjo është intervista jote ekskluzive. Duhet ta kishe menduar më para, vëlla, po, nejse. Si i vëm punët, Andrea? Qa do bëjmë? Si do ja dalim, Andrea? Si? Unë betejën time do e fitoj. Për kandidim nuk kam menduar akoma të kandidoj për gjëra publike. E kam në mendje, po projekt nuk kam menduar. E ke dhe ti qef të bësh një cop deputeti dha, një cop magazinieri. Me pason jo. Shiko mos e fut në dill me Ramën. Ja. Me Ramën është betej për jetë vdekje. Me Ramën nuk ka asnjë marrëveshje. Po vlla, po sikur një ditë vlla, po sikur një ditë tiki Rama, largo zotëra. Se neve na goja nuk sjell gjë. Largo zot. Andrea, duhet ta them një gjë me ty, do ta them ty, po do ta them dhe publikisht. Unë më në fund e kam kuptuar ndriçimin e të madhit vlla. Edhe mendoj se ja kam futur kot që e kam gjykuar deri tani. Ai shumë i ndritur vlla, po nuk e meriton një popull si neva. Ne jemi shumë neandertalë për Ramën. Unë shumë i ndriçuar vlla. Shiko të bësh një deal me Ramën, edhe të bën një cop deputetit bona ai vlla. 6.000 euro në muaj i merr Andrea. S'jam petale trëndafilit socialista. Që me dile. Nuk jam petale. E zotë e mod. Andrea, në fund të ditës vlla, je duke sakrifikuar për një gjë shumë të madhe, por mos haro domethënë që të të vi fuqia për luftë, duhet edhe të mbash vetëm vlla. Edhe këta nuk të lën të punosh duke të futur me gjyqe, me gjona, me mos luaj në lojën e tyre me ta, kupton? Futit e loja jote. Unë lojën time po bëj. Ata duan të fusin Ata duan të fusin të loja e tyre. Gjykatat. Unë që sot fillova demontimin e kësaj skeme me këtë
gjyqtarin Gentiania Hallin, dhe unë do t'i vazhdoj publikimeve të fakteve për këto shoqata edhe për këta njerëz, deri në qindarkën e fundit, sepse janë materiale pa fund, janë diku te 400 faqe materiale, dokumenta, publikime, materiale publike që këta mendojnë se janë harruar. Por po vjen së shpejti denoncimi i rradhës që unë kam për të bërë kundër këtyre. Dhe këta do demontojnë në çdo fakt që unë kam. Edhe në gjykat, por edhe publikisht. Pasi çdo provë që kam për gjykatën i kam dhe prova publike. Që do t'i bëj publike. Edhe ku arrintit, më thënë, ku mendoni se do arrish me këta vlla? Ne ta marrim tani skenarin pozitiv. Ti fiton ndaj këtyre i bën publike. Ç'a ndodh me këta vlla? Që ti ndërgjegjësojnë njerëzit o vlla. Se nuk e din njerëzit luftën tënde, o Andrea, se nuk njohin gjithë vlla. Hapin e parë që unë do bëj kundër këtyre është momenti që fitoj do bëj kallëzim për dëmshpërblim edhe për kallëzim të rem. Sepse është vërtetuar që këta ose më saktë do t'i vërtetoj këtyre që këta kanë bërë një kallëzim që nuk ka lidhje fare me akuzat që kanë bërë ndaj meje, dhe unë kam thënë të vërtetën edhe nuk kam thënë asnjë mashtrim, asnjë shpifje, nuk kam ndërhyrë as në jetën e tyre në asnjë sekond të denoncimeve apo të asaj që unë them publikisht. Unë jam treguar shumë person që di se çfarë publikoj dhe di se çfarë të dhënash duhet publikoj. Unë kam të dhëna që do publikohen vetëm për aktivitetin e tyre në raport me shoqatat, jo në raport me jetën private të tyre, pasi jeta private është jetë private. Ti disponon këto informacione. Në lidhje me shoqatat i disponoj. Pa. Edhe ç'a do ndryshonte kjo, o Andrea? Do ndryshonte që unë nga mbrojtja që jam tani në gjykat, do me anë të një kallëzimi pasi të fitoj çështjen, do kaloj në sulm që të bëj atë që duhet bërë, që këta të marrin ndëshkimin e merituar sipas ligjit, duke qenë të akuzuar për kallëzim të rrem, ku Sorosi për herë të parë duhet jetë në kallëzim të rrem. Dhe këto janë mercenarët të Sorosit, dhe unë i qëndroj fakteve dhe asaj që kam thënë që janë mercenarët të Sorosit. Po mirë vlla, Sorosi nuk po e lufton dot Trumpin. Mendon se po e luftojnë ne vlla? Apo ne bëjmë tona me milingona? Është punë e milingonave. Unë jam në anën e drejtë historisë. Ato janë vetëm kaq e ndan Andrea, vetëm me kaq vlla, edhe ti si puna ime. Jam apo s'jam këtu? Po. Nuk e pret çmenën. Jo. Zero. Po ç'a do t'i thoje ti vlla, ç'a do t'i thoje ti fëmijëve të shqiptarëve vlla? Ore çunave të rinj, 15 vjeç, 16 vjeç. Generation Z-s vlla, ti si do t'i flisje sot? Duhen rekrutuar këta, o Andrea, këta janë rinia, këta janë laj thaj, duhen rekrutuar vlla, janë plastelina ata. Të rinë duhet të kenë parasysh diçka. Edhe nëse prindrit kanë bërë atë që kanë bërë me jetën e tyre, duke u imponuar dhe juve për t'u bërë si ata, duke gabuar ata që të kërkojnë për të gabuar edhe juve, mos e bëni. Jeni njerëz lirë, jeni person me karakter, mos jeni lëpirës të askujt, dhe shifni atë që është më mira për ju në aspektin e asaj që ju mund bëni vetëm me drejtën dhe të vërtetën. Pra, mos e keni kompleks fare të thoni që prindrit tanë kanë gabuar dhe duhet ta ndreqim ne atë që kanë gabuar prindrit tanë.
Dhe ajo që duhet bëjnë është të ngrihen, të protestojnë, pavarësisht kush i thret protestat, po duhet të ngrihen, sepse të rinjt, studentët, moshatarët e mi, adoleshentët, duhet jenë me drejtën dhe me të vërtetën. Mos jenë me atë që mund t'i ofrohet për të qenë në anën e gabuar të historisë. Sepse ana e gabuar historisht është të zhbësh vendin tënd dhe të bësh petale e trëndafilit socialist, që nesër pas nesër të jesh si Erion Veliaj prapa burgut, ndërkohë që ke dëbuar me mira shqiptar dhe ja ke dorëzuar sovranitetin këtij vendi mafjes Soros. Pyetja fundit për ty, Andrea. Për sa milion euro do bëhet 3 vjet burg, vlla? E dua këtë përgjigje, e dua të sinqert. Unë e bëj burgun me qef, sepse liria, të qenit i lirë nuk ka çmim. Dhe nuk është liria që ti të qarkullosh i lirë nëpër qytet, të shkosh nëpër lokal, të jesh person që lëviz lirshëm në qytet. Liria është këtu në tru, edhe nuk është edhe është në zemër, nuk është në aktivitetin tënd që bën të përditshëm. Liria është në karakter. Raps më ktheve përgjigje i dashur. Mos më kthe përgjigje të drujta. Nuk them përgjigje, a? Për shërbimet sekrete. Jo. Për sa milion euro bëhet 3 vjet burg? Unë nuk e bëj edhe miliardat më ofrosh, nuk vetë ofrohem. Bravo, Andrea, bravo. Ne jemi me ty, Andrea. Thoni dhe juve tani, kur ta shikoni këtë Reelsin, se Andrea këtë Reelsin do ta hedhi. Të gjithin do ta ruajmë, do ta hedhi, sepse i duhet nezër, duhet ndihmojmë shokët tanë. Absolutisht jemi në suport gjithë shokëve tanë. Ne zbusim çik me Andrea nga që edhe njihemi. Rim punojmë çdo të ende bashk. Andrea është ai që gjithmonë ka fajin. Pra ky është Andrea. Andrea ka fajin. Ky e ka fajin për çfarë do lloj. Shkruani në për komente për sa milion euro do bëhet 3 vjet burg. Ta bëjmë një sondazh. Ta bëjmë vetëm një sondazh të vogël. Neve ju urojmë natën e mirë. Do na shiftin tani që ja do bëhet diçka sebeb. Do na shiftin sepse do futemi shumë shpesh live. Na kishte kërkuar edhe një person me u fut. Nuk e dim vlla me përdor akoma mirë të live në Instagramit, se 3 herë kena hap gjithsej në jetën tonë. Nuk kemi qenë çuna televizionesh më para, e përdorim Instagramin për të parë National Geographic. Por që mund ta bëjmë edhe si një lloj rubrike gjysë orashe çdo ditë javës me këtë live-in, të flasim me bashk pacientët, të flasim me njerëzit e ngjashëm, me të sëmurit e ngjashëm, që e di pse e them të ngjashëm, Andrea, sepse duhet me kërku gjithë njëjtën kur. Kura është liria. Po, si fitohet a kura, morti? Si fitohet a kura, më se lirin e dinë. Shoqen liri. Shoqen liri e dinë, Andrea, problemi është si. Çdo person i qenit i lirë e ka kostën e vet. Nuk është problemi te kosto, se unë lirin e shikoj si investim, Andrea. Më thuaj vetëm sa duhet paguajmë, vlla. E kupton prap vetët e pagesat, e krijimi atyre. Vetët e pagesa, pra duhet paraja, Andrea. Duhet paraja, vlla. Paraja blen lirin. Por të blen dhe shpirtin. Varet se si të dish ta përdorësh. Por ne si njerëz që jemi mendje hapur, ndjekim me Diramën që është tani ti e di domodin që nuk ka njeri më të ndriçuar Shqipëria se Edi Rama, vlla. Të pakën për këtë duhet bjem dakord. Apo nuk bie dakord me mua? Që është ndriçuar për çfarë ka bërë popullit, bjem dakord. Të ndriçuar, Andrea. Ai
A i mendon çdo ditë se si të mendoj për popullin që të iki populli, Andrea, që të çofi botën. Andrea, mos, se po bën gabim shumë vlla. Po të mendonte vlla, po të mendonte çfarë do lloj gjëje që mendonte. Do ishte mirë, ai nuk mendon fare, nuk e rruhet fare vlla. Kjo është e tmerrshme, a kupton? Kjo është e tmerrshme. Po të mendonte vlla, qoftë edhe për keq do ishte mirë, po nuk mendon fare. Nuk e rruhet fare vlla. Vetëm vepron. Vetëm vepron. Është në lojën e vet, Andrea. Kjo ishte për sot intervista me Andrea Bregun, e cila mund të jetë edhe përjavshme tani që e mendojmë, ta bëjmë çik të njohur Andrean se e meriton. E meriton, është djalë aktivist që ka folur për çdo njëri nga neve kur e mendon, për vaksinat kundër vaksinimit të fëmijëve, kundër Sorosit, kundër korrupsionit, kundër servilizmit, e gjitha me radhë. Ne përpiqemi, nuk është se jemi ushtarët e dritës, ne përpiqemi, jemi disa ndoshta njerëz të tjerë mediokër në të gjithë mediokritetin që na rrethon, por ne jemi ata mediokret, pacientët zero, kupton? Jemi ata që po kërkojmë kurën. Kështu që na shpërndani, na dhuroni dashuri, se për urrëtie marrim për ditë nga e gjithë bota. Na dhuroni dashuri dhe dashamirësi dhe shifemi herë të tjera. Natën e mirë dhe ju urojeni fat Andreas. Natën, faleminderit, mirëpafshim. Natën. Natën.